Ta shikues të dashur në këstin të ftohtë me temperatura pak më të ulta, ajo se çka mendojmë është qysh me qëndrume në imunitet të mirë, cilat janë ushqimet që mundemi me i konsumu, sepse shpesh na duket se janë zhdukur gjithatë nuk na ka mbetë asgjë me konsumu dimrit. Shkojmë një herë tek këto ushqime të cilat janë të shpejta, tek brumra dhe tek ushqimet tradicionale, por flasim edhe për ushqimet dhe për vitaminat, çka mundemi tash me konsumu, po ashtu duhet të marrim edhe suplemente dhe vitamina tjera ekstra shtesë, apo duhet të konsultohemi çdo herë me dikën. Ne do të diskutojmë gjitha këto bashkë me Pranvera Osmanin, që është nutricioniste dhe farmaciste, e kemi tashmë në studio. Mirëmëngjesi, mirë se na ke ardhur. Mirëmëngjesi Agnes, mirë si u gjeta. Pranvera, unë e di që zgjohesh ekstremisht herët. Do thotë për ty, ndoshta edhe mundemi me thonë mirë dita. Qysh e nisë ti mëngjesin edhe qysh shkoj ke pjesë e parë ditës? Soda? Po, sot. Kur e kam pa një postim tuaj, sinqerisht, të përgëzoj për vullnetin, për forcën që e gjenë, edhe duke shumë pozitive, edhe çdo herë me energji, ndërsa e kam pa që je zgjuar një herë në 4, apo edhe në 4 e disa, 5 ashtu, që është herët, madje edhe në emision mëngjesit nuk është të zgjohem ashtu. Njerëzit janë dy lloj, si që qohen mëngjes herët edhe si që flajnë më shumë. Unë kur s'kom qenë që kom flajt shumë, gjithmonë e kom dash mëngjesin, kom qef me shfrytzu herët, qetësin, me kry punë, edhe me planifiku ditën kur e fillojmë. Sot jam shu herët, kom pregadit do mëngjese për fëmijë edhe e kom planifiku edhe drekën, kështu që pastaj fitness kom shku prej orës 5:40 deri në 7. Në 7 jem pregadit, erdha këto, edhe tash pas këto i vazhdojmë. Përgëzoj, sinqerisht. Kam nevojë për një vullnet dhe për njerëz të tillë, të cilët më tregojnë për këtë rutinë kaq të mirë dhe kaq konsistente. Kjo është imunitet për mua, Agnes. Me një fjalë, kjo është imuniteti jam. Më vjen mirë, ne do t'i diskutojmë ta shtutje edhe për mëngjesin, për përgatitjen sa ka rëndësia. Ka rëndësi t'i kushtojmë dhe të rëndësi dhe kujdes i imunitetit, sidomos tash në këtë stin të ftohtë, pak më ftohtë, a duhet apo duhet vazhdojmë tutje si çdo herë tjetër? Ka rëndësi, dimri gjithsesi, bin temperaturat, është ma ftoftë, edhe pa tjetër që duhet për kujdesemi pak ma shumë për trupin, e meriton fundit se veç një trup e kemi, kështu që duhet çka të bëjmë, të konsumojmë ma shumë, për shembull, qaja, supat, të nxejmë trupin ma letë, se kur është ftoftë, trupi harxhon energji pak ma shumë të mundu mi arrita temperaturën optimale që i nevojitet. E nëse ne, për shembull, japim një çaj të nxehtë, ose një supë gjatë racioneve ushqimore kur i kemi, atëherë i ndihmojmë trupit me rujt qatë energji, edhe ndjehemi me energji pak më të madhe, kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj duhet kemi kujdes se në këtë periudhë ne rrim në ambiente të mbyllura pak më shumë, ku me një fjalë po e përkthej kështu vlojnë virusat edhe bakteriet e shumta, nuk bëhet ajrosja ambienteve. Të kemi kujdes, mos rrim në vendet përqendrume ku ka shumë njerëz, posaçërisht fëmija, mos flas për tymin e dyhanit, i cili pastaj ka grimca që e vështirëson edhe hyrjen e ajrit pastër ose oksigjenit nëpër mushkni. Pastaj në këtë periudhë kohore dimrit kemi më pak diell. Thuaj se të 80% e popullatës bie niveli vitaminës D, kështu që edhe kjo ka ndikim në imunitet gjithsesi. Edhe çka ndodh tjetra është kemi më shumë natë se ditë. Edhe në përgjithësi kjo ma ne indikon prodhimin aty në hormoneve që na japin gjumin, ndjehemi shumicën e raste më të lodhur për shkak edhe të ftoftit ndoshta dhe aktivitetin fizik e kemi shumë më të vogël, edhe në shumicën e kohës kemi tendenca mas punës veç me ushtri edhe me najtërat. Kështu që gjithsesi krejto duhet i kombinojmë, të punojmë ka pak me to, a është e lehtë? Jo, nuk është e lehtë normal. Kërkon pak angazhim, po në fundit të arrujmë shëndetin tonë edhe fizik edhe mental. E vërtet, sepse këto dyja lidhen edhe ekstremisht, pra ka një ndikim. Ka ushqime për me i konsumu gjatë dimrit? Po. Çka mundemi me konsumu përveç të supave që mundemi me i përgatit në kushtet të shtëpisë, e po ashtu edhe qajra? Tek ne tash po flas për Kosovë, edhe në rajon, kryesisht kemi shumë fruta dhe perime që kanë vitamin C, për shembull, që janë pasura, që na rritin imunitetin, me vitamin B, për shembull, çka duhet prej frutave shumë, tash kemi mandarina, kemi portokalla, ka kivi, ka sheg, këto janë super të pasura me vitamin C gjatë ditës nëse veç i konsumojmë. Pastaj banania që ka edhe një vitamin B6, pak në koncentrimat madh na ndihmon pak mi qetësu ndoshta edhe sistemi nervor, mandej perimet ndryshme kemi, është lakna, është brokulli, janë kungulleshkat, kungullin e kemi
në qëtë kohë që ka për shembull është shumë i pasur me vlera ushqyese, por në përgjithësi që to frutat sezonale janë shumë të rëndësishme dhe janë shumë të pasuna me vitamina dhe minerale që i ndihmojnë trupit. Jo rastësisht në periudhë për shembull të vjeshtës ose dimrit janë frutat edhe perimet cilat janë super të pasura me vitaminë C. Këto natyra i ka kriju që ashtu se në qëtë periudhë kohore i nevojitën trupit pak ma shumë për me rrit imunitetin kur ftofët koha. Kështu që pse jo të i shfrytëzojmë qëto të mira që na jep natyra, pra si frutat edhe perimet e sezonës. Me konsum, nuk kanë rregull se ti shkon e blen një shalqen ose bostan. Në periudhë tash, s'ka asnjë vlerë ushqyese, nuk e dim edhe si është. Një anar nuk hahet domatja, një anar nuk hahen frutat që dreza. Ato janë veç të pashme, do me thonë veç mu pa, janë të bukra, po vlera ushqyese nuk kanë. Janë temperaturat ato që ja japin vlerat ushqyese. Po do të thotë këto kemi zëvendësime, anë që ose nuk e konsumojmë për shembull trangujt edhe domatën, apo edhe shalqiren, në këtë rast mundemi me gjetë ushqime tjera cilat janë gjatë dimret, e që i plotësojmë vlerat e njëra tjetrës. Po, Agnes, po që konkretisht shalqini, ta që përmene, dhe trangulli, ose kastraveci, këto janë një frut edhe një perim, cilat kanë shumë ujë, mbi 80% kanë ujë. Këto natyra i ka kriju me u konsumu ma shumë verës, atëherë është shumë nxehtë, ajo na jep një freski. Kështu që edhe nëse nuk i konsumojmë që tash, neve na nevojitën që tash fruta dhe perime, ose ushqim që kanë shumë vitamin C, që kanë B, që kanë magnez, që kanë vitamin D gjithashtu, që për dem, për shembull, duhet patjetër të konsumojmë peshk, minimumi një herë në javë. Mandej vezën, ta konsumojmë vezën komplet, jo të bardhën, të kuqën, këto trendet tash që po sillen, se jo gjithmonë trendet janë sakta. Kështu që ta konsumojmë vezën komplet, ta konsumojmë mishin e kuq, tash a ka zgjidhje edhe për vegane, për vegetarian, ka zgjidhje, po në përgjithësi këto janë ushqimet që duhet i konsumojmë edhe sicila sezon është mirë të konsumojmë ushqimet sezonale. Edhe këto perimet e konservuara, do të thotë ushqimet e konservuara kanë rëndësi dhe i duhen edhe imunitetit. A është kështu? Tash, kur themi konservim, unë e para që ka mendoj, pak ma të shnetshme e mendoj, është ato perimet e sezonës, të verës, për shembull, i vendosim në ngrirje ose në friza, tash po bëhet mod, është mod me trend, ka me qenë shumë shpejt edhe me rikthy frizin në për shtëpia, po kur të themi edhe të konservuara, ka mënyra që aty shtohen është edhe substanca kimike, të cilat i ruajnë, ja japin një jetëgjatësi më të madhe produktit, po kemi mënyra edhe të bëjmë konservimin për shembull vetëm me krip. Na i kemi tradit pa këto torshit që i bojmë, edhe ato janë të mira, rrisin imunitetin, përmbajnë probiotik që edhe ajo ka rëndësinë e vetë dhe rolin e vetë në organizëm. Pra gjithmonë duhet të tentojmë përmes ushqimit të arrijmë të imunitetin. Ju bëni postime të shumta në profilin tuaj në Instagram, në TikTok, ku ndoni edhe këshilla dhe udhëzime ndoshta edhe për njerëzit e tjerë. Një që më rënë sy e kemi edhe tash janë 5 gabimet që do psojnë imunitetin pa e vrejtë. Cilat janë këto gabimet që ne i bëjmë? Na pim kafe shumë kështu si popull, edhe unë personalisht e pi një kafe në mëngjes kur qohem. E pi një gotë ujë dhe i pi një kafe, mandej mas kafes pra pi ujë, se kafja në princip të dehidron, edhe të shtin mund jetë lodhun edhe keq. Një kafe, unë e pi kafe në këto turke që i thojmë na, po edhe në 2 kafe në ditë është mëse normale t'i konsumojmë. Po unë konsideroj që nuk është normale me u konsumu mbi 2 kafe në brenda ditës, për një trup të shëndosh edhe për një mendje të shëndosh. Kemi forma tjera që mujna me zavendësu kafe. Është qajve dhe qajin në fund ditës ta jep qatë energji dhe i ka qato substanca që e ndezin trunin pak. Mandej që ka bëjmë na, konsumojmë shumë ëmbëlsira, shumë sheqerna. Sheqeri, tash kur thëm sheqeri, është diçka që është e ëmbël. Qoftë që e ke blenë market, qoftë nëse e ke marru një ëmbëlsi në shtëpi, na konsumojmë, pa mas konsumojmë sheqer. Ajo e lodh, çka jep i bën trupit, jep energjin shumë shpejt, po shumë shpejt të arëzon energjin. Është këtu një ramje rapide e energjisë, edhe çka ndodh këtu, veç të rritet apetiti për me konsumu hala ma shumë. Do të thotë edhe kjo e ul imunitetin. Mandej stresi i vazhdueshëm. Duhemi me u mësu pak, me menaxhu stresin. Stres, në përgjithësi, trupi përjeton stres edhe kur nuk e dim. Nuk ka stres veç nëse jena bo nervoz me dikon, edhe fillojmë me argumentu, me bërtit, me shfry njëri tjetrin. Nuk është veç ajo stres.
Stres është nëse e pren gishtin, del gjak, trupi përjeton stres. Stres është nëse na shikojmë për shembull një film horror që të shkakton frikë ose kthehemi menojmë për luftën mrapa që e kemi kalu na dhe kemi përjetu, edhe që ajo stres për trupi, se në princip trupi nuk e din a jetu menu, a jetu e përjetu në realitet. Tash duhemi me umësu, me menaxhu edhe emocionin, se kjo e rrit hormonin e stresit në organizëm, edhe kur rritet hormoni i stresit, e ul imunitetin, të shkakton përqëndrime të mëdha, besa edhe metabolizmin e zvogëlon që ndikon manej në rritje të peshës. Edhe ka tjetër gabime që na ulin imunitetin shumë, në përgjithësi kultura të na mungon për aktivitet fizik. Edhe të fëmijët edhe të tritur, po flas për një masë të madhe, se konsideroj që kemi edhe një masë që e ja din vlerën aktivitetit fizik, ose lëvizjes. Ma e pakta që mundemi ne me bë për me rrit imunitetin ton është, mas ushqimit dil hec, 10-15 minuta, ose sot kemi mundësi edhe një tube me gjetë ushtrime, qoftë yoga, qoftë pilates, qoftë ushtrime, diçka të forcës që edhe në shtëpi mujna me apliku, ato janë krejt falas që ndahen prej profesionistave të sportit. Kështu që të paktën këto gabime mu mundu mos me i përserit shpesh, besomni që e rrisin imunitetin. Edhe me javu pak mendjen edhe këtyre gjërave të cilat i bëjmë aktivitetit, cilën e konsiderojmë në aktivitet po ashtu edhe gjërat cilat i themi i bëjmë në përgjithësi gjatë ditës. Flasim pak edhe për vitaminat. Është e rëndësishme që çdo herë të marrim një suplemente, qoftë edhe kur vjen ndoshta një stin tjetër edhe një dimri për shembull apo edhe stinave të tjera. Shpesh në dimër veç marrim e dëgjojmë është mirë me konsumu magnezin natën edhe veç marrim secili tash jemi duke konsumu magnezin në forma të ndryshme, që vitaminën D, tash valla kemi shumë diell, hajde vitamin D, ku duhet të qëndrojmë ne këto? Në rastet, unë thash, e para që ka duhet bëjmë, se qëre nëse kthehemi veç 50 vjetë mrapa, veç 30 vjetë mrapa, nështë edhe 20 vjetë, se për 20 vjetë nuk e komendu, po jam e bindur që edhe 20 vjetë mrapa nëse kthehemi. Shkenca nuk ka pas që ka shumë suplemente në format me të formulume për me ta mundësu me pi shambull. Nuk për them që s'ka pas magnez, po hajde, për supozojmë që s'ka pas një X mineral ose një vitamin në form të kapsulës për me pi nesot të gatshëm. Kështu që ka nën kupton kjo, më shtin me mendu edhe mu edhe krejt njerëzve me besu në këtë fakt që për para njerëzit nuk kanë përdor ka shumë suplemente, kanë pas shëndet, ka pas jetë gjatësi mesatarisht të mirë, sa nashta dhe sot dhe kemi, ka pas ma pak smundje se sa që kemi sot të zhvillume, nashta edhe nuk janë dit ato smundje, po kushtimisht mund të them që ka pas ma pak raste të kancerit në atë kohë. Kjo më shtin me mendu që kur gjë ata s'kan bo ma mirë se na, ata që ka kanë pas ma mirë se na është ushqimi. Ushqimin me vlera ushqyse. Edhe e kanë marë për mes ushqimit. Pra e para që ka duhet bëjmë në këto raste është tentojmë me ushqim. Në rastet kur nuk kemi mundësi me ushqim, atëhere pa tjetër na trupi nuk mujna me lonë me vujt pa vitamina dhe pa minerale. Duhet me shku te mjeku, mu konsultu me mjekun, ose me farmacistin edhe me vendos çka me marë. A duhet mu testu? Është mirë gjithmonë mu testu. Unë vetëm po du me cek, me potencu. Marja e vitaminës D pa u testu është gabim, sepse edhe vitaminat kur mirën shumë shkaktojnë probleme brenda. Rastin konkret, nëse merë shumë vitamin C, ajo mundot me shkaktu diare 2-3 gram, tash një trend 2-3 gram ditë se ma rrit imunitetin ma shumë. Nuk e rrit imunitetin ma shumë vitamina D vitamina C nëse merë një shumë sasi. Pse? Trupi e përdor qatë sa i duhet, tjetrën e qetë jashtë. E tash që ajo e qetë jashtë e prish komplet edhe shkakton funksionin e zorës edhe shkakton diare ose barkëqitje. Ose vitamina D, nëse mirët në sasi të mdhaja, na e përdorim tash vitaminën D, nuk e kemi matë heq, e rrisim nivelin e saj, mbi normalin sa rekomandon shkenca, atëherë, çka ndodh këtu, mujna me rrit, sepse në princip vitamina D çka bën, nimon me u përthith kalciumin prej zorëve. Në këtë rast, rritet shumë niveli kalciumit në gjak, që mundot me shkaktu probleme tjera kardiovaskulare. Mundot me shku kalciumi dhe mund gjit në për enë të gjakut edhe me kriju ato kalcet të cilat me kohë mund me të shkaktu probleme me arterjet ose edhe me zemrën. Kështu që duhet me pas kujdes, a me përdor vitaminat dhe minerale? Po, duhet me përdor kur është e nevojshme,
por duhet pa tjetër mu konsultu me profesionistat shëndetor. Tash është letë për mu testu, shumë letë. Tash ka, janë këto testet rapide, si këtë Covidit që kemi pas, ka ndojnë testet rapide edhe për infekcione urinare, edhe për vitamin D për caktem, edhe për shumë minerale tjera mujna mi përcaktu në qëtë formë. Këto japin rezultate këtë gjatë të sakta, kështu që nuk merë kohë, nuk është kosto e madhe e kohës. Ne çdo herë kur po flasim tash për imunitetin, ushqimin edhe vitaminat, po i përfshijmë këto edhe fëmijët, apo jo? Është e rëndësishme që edhe të njëjta gjëra t'i bëjmë edhe me fëmijët këto. Çka dallon te moshat e fëmijëve është që fëmijët kanë ma pak stres, krahasim me neve. Dhe ata përjetojnë strese, po janë me intensitet ma tolt, po definitivisht duhet kemi me kujdes. Nëse një prind konsideron që nuk është ushqym mirë fëmiu, atëherë patjetër që duhet japim shtesa. Vitaminat edhe mineralet nuk e zaventojnë ushqimin, po që këto e bojnë një farë i plotsojnë, aty ku ka boshllëqe për shembull, që aty e bëjnë zavendësimin. Kështu që nuk e zaventojnë ushqimin, vetëm i plotsojnë ato boshllëqet, patjetër që duhet edhe për fëmijët, duhet patjetër të konsultohen, po them prapë me profesionistin, po duhet mundohen fëmijëve të paktën çdo ditë një frut të ndryshëm t'ja japim. Sot një mandarin, nesër një banane, mas nesër një portokall, pastaj një dardhë, një moll. Çdo ditë të ndrojmë ka një frut, se prej secilës fëmijët marrin diçka. T'u japim kos, është shumë e rëndësishme fëmijët me përdorë edhe kos, sepse përmbahen kosi ka probiotik, i cili ja rregullon bakteriet e mira në zorë dhe i ndihmon edhe për imunitet, edhe gjumi. Është shumë i rëndësishëm gjumi të fëmijët për imunitetin. Si të të rriturit, patjetër që është i rëndësishëm, po edhe të fëmijët. Flasim pak edhe për gjumin? Ka do të rëndësi sa orë gjumi bëjmë në ditë natë? Po, ka gjithsesi. Gjumi është një vitamin tjetër për imunitet, qështu e konsideroj. Nëse nuk bëjmë 7 deri në 8 orë gjumë brenda 24 orëve, atëherë çka ka me ndodhë në trupin tonë është që veç ka mu rritë prodhimi hormonit të stresit, që ky kortizoli i cili quhet. Kortizoli kur rritet në trup, ai të shkakton çrregullime shumë. Ti përveç që të nesërmë nuk keme pas mundësi me pas energji të mirë, me funksionu normal, gjithashtu kortizoli kur rritet e ul edhe metabolizmin me funksionu normal. Metabolizmi bëhet më i ngadalshëm, që të shon në ngritje të peshës. Gjithashtu ki që të thash je pa energji, je i lodhur, kështu që gjithsesi është e rëndësishme të flajmë të kemi 7 deri në 8 orë gjumë mesatarja çdo person. Shpesh i nim komentet, jo, mu mjaftojnë vë 6 orë. Ti mendon që të mjaftojnë 6 orë. Për ndryshe, nëse flani ma pak se 7 orë në 24 orë, trupi ka me përjetu qatë stresin që ne nuk e shohim. Me sy ajo nuk shihet. Po qëto lodhjet, qëto mos energjia, kur s'ki energji, që kjo mos fokusit, je i destabilizum, që kjo është stresi që trupi të kalzën, se trupi zdir me folë, shëshër që zdir me folë, se kish kajt. Po qëto janë ato shenjat që na duhet me pas konsiderat. Nuk është normale dhe kjo puna mos me të marrë gjumi. As kjo nuk ka normale. Ka bre njerë që duhet me shku të mjeku mu konsultu me të pësës për merë gjumi, qka për ndodhë? Kështu që edhe gjumi e ka rëndësinë e vetë gjithsesi. Flasim pak edhe për fund, me qënë se tash, une edhe ma herët e mendova, tash pas ka ma mirë se taman është edhe hane, ku shumica themi hajtë se të hanën janë njësë të fitnesin, të hanën këme dojnë me ecë, të hanën këme fillu një dietë shëndetshme, ndështë një regjim ushqimor të caktuar, ose edhe me një janar, po tash jemi edhe pak edhe afër fund vitet, kemi qaf me përmbyll vitet pak me një mas, ndështë matë në ngusht, një numër matë vogël, si do qovë shumica, po sa është rëndësishme këto edhe i kemi këto dietat, regjimet ushqimore që janë shumë strikte, po ashtu edhe uji, jo se do çdo herë 2 litra, 2.5, 3 litra, vlen kjo për secilin njeri ajo? Agnes, me pi ujë, gjithë shka duhet me bo me mas. Gjithmonë balanci jo ma i mirë. Nëse ka balans, ki me mujt me nejt me një kama. Po, nëse ki balancin e mirën me një kama. Gjithë shka është me balans, uj duhet pim. Tash ujen, kur themi ujen, kjo nuk kupton qaje, uje, supa, këto konsiderohen uji, do me thonë kjo është hidratim, se na jo veç me uj me konsiderohet 3 litra ako me pi edhe 3 shishe uj milion, qëto kur ti njëtën ko pin qaj, pin kafe, pin supa, edhe ato kanë uj. Kështu që nuk qëndron kjo e njëta, se më varet prej peshës, më varet prej gjatësis, edhe më varet prej aktivitetit që zhvillon trupi. Nëse shkon në punë në kam, për shembull, nuk ka njëjtë nevoja për uj si e jotja si e jamja, nëse shkoj në punë me kerë. Nëse unë ushtroj çdo ditë, nevojat për uj, për hidrim, i kam ndrysh
ndryshe prej teje nëse nuk ushtron fare. Kështu që gjithsesi kjo ka rëndësi shumë, çka duhet, çka rekomandoj në çet periudhë kohore, të flajna të mundohemi, të paktën me flajt ato 7 deri në 8 orë, me pi ujë se uji është shumë i rëndësishëm, me u mundu, e di që nuk është bashkë e lehtë, po me u mundu të konsumojmë ushqime shpe, të paktën një racion merre prej shtëpisë me veti, mëngjesin merre prej shtëpisë, kur gjozbohet çka ka me diçka e drekës djeshit merre me veti ose bën një sandviç shpejt, që qohesh gjysore më herët, unë mendoj që nuk prish punë, se mësohet veç 3 ditë i vyn mendjes edhe fillon mandej hin çat rutinë, edhe të bëjmë aktivitet fizik. Po jo me këto dietat strikta, jo absolutisht jo, sa ato dietat strikte që i shohim çdo ditë, kam klienta që vinë çdo ditë më thonë ku majt çto, kur gjë s'ka pas efekt. Ato dieta jo që nuk të humbim pesh, po ato dieta ja japin stresin, çat stresin që na nuk e shohim, i shkaktojnë stres trupit mbrana, edhe përkundrazi nuk i mu dobësuhe, çat pesh kime mbet. E mos flasim pastaj për këto çajat, detoxa, ajo kjo kapsull. S'ka kur gjë që të kryjm punë. Humbja e peshës, më e mira është kur jemi në deficit kalorik. Çka nënkupton kjo, kur hajna ma pak se që harxojna. Aktivitet fizik, me hangër ma pak, me flajt mirë, me pi ujë mirë, qito janë edhe që kanë me ta hu peshën, po edhe kanë me ta rrit imunitetin. Ja kuptoj. Pranverë, faleminderit shumë për këto këshilla, faleminderit për këtë fillim jave kaq të mirë, uroj që ti vëm në funksion, për ndryshe e gjeni Pranverën pastaj edhe në rrjetet sociale, mundet me ndo këshilla bashkë me ju, besoj që përgjigjet edhe në pyetje në cilat munden me ju drejtu ko pas kohë. Shumicën e rasteve mundohem me jo përgjigje të gjithëve që kanë nevojë për ndihmë. Po. Faleminderit, më vjen shumë mirë që ju pata dhe shumë kënaqësi që zhvilluam këtë intervistë bashkë. Faleminderit edhe për juve shumë, kënaqësi me jap këshillat te njerëzit. Faleminderit.